për këto probleme të spektrit të autizmit, por realisht asnjëherë nuk e prekim deri në atë që ju realisht e ndjeni dhe e keni dhe e provoni çdo ditë në lëkurën tuaj. Po, atëherë, domethënë ne nuk kemi askush nuk flet realisht se çfarë ndodh. Edhe fëmia është shumë i papërgatit, sepse nuk e njeh fare një shokun e vet që është me aftësi ndryshe. Fëmijët kanë frikë sepse fëmia jon për shembull në moment të egzaltimit, në moment kënaqësie fillon vërtet, sepse ashtu e ka e shpreh natyrën. Kjo është shenja, po. Është shenja, fëmijët tremben, ikin, ai ndjehet vetëm, pastaj frustrohet se neve reagojmë, ndërhyjmë, sepse edhe ai nuk e koncepton dot që fëmijët po tremen, ai e shpreh si formë dashurie, ndërkohë që fëmijët tremben. Edhe është shumë e panjohur, pretendohet se njihet autizmi, por është shumë e panjohur dhe unë si prind do i baja apel shoqërisë, por edhe institucioneve, të shkojnë të paktën një herë në muaj o një herë në javë nëpër shkolla dhe t'japin informacion me psikologët e duhur se çfarë është autizmi, që fëmijët mos tremen, që të përballen dhe t'i pranojnë fëmijët, sepse është realitet, është jetike, edhe janë shumë të shtuar si raste. Edhe ne pastaj detyrohemi të izolohemi si familjar me fëmijët e tonë, jo se kemi turp, jo se kemi frikë nga ambienti, apo nga detyrimi që kemi ndaj fëmijëve. Thjesht jemi të papranuar, edhe është shumë e vështirë ta menaxhosh jashtë. Cila ka qenë ndoshta sfida më e madhe për